Elbona, të përshëndes për të ndalur pak së bashku tek ky aksion i fundit i policisë së Fierit, është vënë pranga një 63 vjeçar, për çfarë akuzohet? Po 63 vjeçari Aristir Marini, banor i zonës së Lipovshës, akuzohet sigurisht që është ai personi i parë i cili është vënë pranga të policisë së Fierit për kultivimin e 1000 fidanëve kanabis sativa. Të konfirmuara këto edhe të vërtetuara me prova shkencore, por edhe me pamjet filmike të cilat i ka vënë në dispozicion policia e Fierit, ndërkohë që 63 vjeçari do të akuzohet për kultivim të lëndëve narkotike, mbetet i hapur hetimi, sikurse më konfirmuan burime në komisariatin e policisë së Fierit për persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari, sepse duhet thënë Kasandra se 1000 fidan kanabisi, sigurisht që janë një sasi e konsiderueshme dhe që nuk mund të mendohet se ka qenë vetëm një person i cili ka organizuar gjithë këtë mbjelljen, sepse duhet thënë kanë qenë në fazën e mbjelljes. Pra të 1000 fidanët të cilët u asgjësuan në kuadër të këtij operacioni, që në fakt është operacioni koordinata, një operacion kombëtar për goditjen e kultivimit të lëndëve narkotike, janë 1000 fidan të cilët sapo do ishin bërë gati dhe ishte bërë përgatitja e duhur e terrenit dhe edhe të bimëve për të mbjellë. Është faza e mbjelljes, pra është pikërisht faza fillestare e mbjelljes që bëhet në këtë periudhë për lëndat narkotike dhe që bëhet në mënyrë të fshehtë, sigurisht, por që policia e Fierit arriti të pikas këtë parcel në tentativë, duke marrë informacionet nga zona, fillimisht, pra kanë qenë informacionet të marra nga inspektorët e policisë në zonë, por edhe nga informacionet të tjera, nga rrugët të tjera me të cilat policia bashkëpunon, dhe më pas është bërë konfirmimi me pamjet me dron, pra është asistuar edhe kjo metodë e policisë për të vërtetuar nëse kishim të bënim apo jo me një parcel e cila ishte duke u mbjellë. Dhe sigurisht këtu me pamjet me dron është vërtetuar dhe është provuar që 63 vjeçari Aristir Marini ishte personi i cili po kujdesej dhe po menaxhonte në një farë mënyre mbjelljen e bimëve narkotike. Po hetohet sikur në fash në krye të kësaj lidhje edhe për persona të tjerë dhe me sa duket shumë shpejt do të kemi nga rrethana të tjera në kuadër të këtij operacioni. Valbona, mëngjesin e sotëm është shënuar edhe një aksident me pasojë vdekje, në çfarë thanash ka ndodhur ky aksident i rëndë? Policia e Fierit ka shoqëruar në fakt drejtuesin 18 vjeçar të automjetit që është banor i fshatit Babunj, pra një fshat fqinj me zonën ku ndodhi aksidenti fatal. Ishte ora 8:30 e mëngjesit të sotëm në fshatin Këmishaj, në rrugën që lidh fshatrat me njëri tjetrin, ku një 91 vjeçar ka humbur jetën sipas përplasjes nga automjeti që drejtonte 18 vjeçari. Bëhet fjalë për Ruhi Kurtishi, viktima 91 vjeç, i cili ka qenë duke kaluar rrugën, me sa duket, nga njëra anë e rrugës në tjetrën, por dyshohet se 18 vjeçari, drejtuesi 18 vjeçari i cili tashmë është i shoqëruar nga policia dhe pritet që të kemi një arrestim të tij të mundshëm me shumë gjasa, ka qenë me shpejtësi te normave të lejuara dhe nuk ka mundur të frenojë në kohën e duhur për të lejuar që këmbësori të kalonte nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Ka qenë ora 8:30 e mëngjesit, ku në një rrugë rurale siç është rruga ku ndodhi aksidenti dhe që lidh fshatra me njëri tjetrin, nuk ka shumë frekuentim makinash, por më tepër që duhet thënë që është një orar i cili në zonat rurale bën që shumë fermerë, pavarësisht se zotëria që humbi jetën ishte në moshë të thyer, të dalin dhe të frekuentojnë tokat e tyre bujqësore apo të dalin dhe të pinë kafe mëngjesit. Pra ishte orari ku më tepër se sa automjete në këtë zonë frekuentohej rruga nga këmbësorët, megjithatë kjo duket se nuk ka qenë e mjaftueshme për 18 vjeçarin që të kuptonte dhe të reagonte në kohën e duhur për të shmangur aksidentin fatal. Faleminderit, Valbona, për raportimin e drejtë për drejtë. Ditë mirë.